Kutia e zezë. Në një lagje të qetë, një burr i quajtur Gjen Gjeçant i vetëm në një apartament të vjetër. Një ditë, te dera e tij u shfaq një kuti e zezë, pa emër, pa adresë. Ai e mori brenda, por nuk kishte guxim ta hapte menjëherë. Ditët kalonin dhe kutia qëndronte mbi tavolinë, duke i trazuar mendjen. Më në fund, pas një jave, vendosi ta hapte. Brenda ishte një fletë e bardhë me vetëm një fjalë. Nëse do të ndryshosh jetën tënde, fillo sot. Nuk kishte firmë, por ajo fjalë i ndezi një shkëndijë brenda vetes. Gjen u ngrit, pastroi shtëpinë, doli, kërkoi një punë të re, u regjistrua në një kurs që e kishte ndëruar prej kohësh. Jeta nisi të merrte formë, hap pas hapi. Ai kur nuk mësoi kush ja solli kutinë, por çdo vit në të njëjtën datë, ai linte një tjetër kuti të zezë para derës së dikujt tjetër, me të njëjtën fjalë.